të meditoj dhe të mendoj për krizën e thellë që ka glabruar sot Shqipërinë, udhkryqin e rrezikshëm në cilën ndodhemi, do t'jap përgjigje se revolta dhe protesta janë rruga e vetme për të përmbysur këtë regjim. Pas 11 majt, farsës më të shëmtuar elektorale në historinë e pluralizmit, kanë kaluar 7 muaj. Në Tiranë është instaluar një parlament. Ftoj qytetarët, ata 600.000 shqiptarë, që dhe në kushtet terrori votuan për deputet të opozitës, t'i shtrojnë pyetjes vetës. Cili është roli këtyre deputetëve në parlament? Ky rol është zero. Është zero. Është zero. Në parlament, sovrani ka votuar që këta të kërkojnë llogari qeverisë për qëndrimet e saj. 7 muaj ka që kryehajduti i kombit refuzon në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me ligjët e vendit, çdo pyetje dhe interpelancë në parlament. Roli i parlamentit është